Detyra jonë këtu në Kanada është e shenjtë. Të mos lejojmë kur shtrëmbrimin e së vërtetës, të mos e lëmë harresën të vrasjes sakrificën. Dhe të mësojmë fëmijëve tanë se liria nuk është dhënë, por është fituar me gjak dëshmorës. Të dielën më 15 shkurt 2026, shoqata shqiptare për qytetet Kitchener dhe Waterloo në provincën e Ontarios organizoi një mbrëmje përkujtimore dhe artistike për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Prej disa muajsh kjo shoqat udhëhiqet nga një kryesi e re dhe nga një kryetar i ri. Përpara se të kalojmë te një kolazh me çastet më kulmore të kësaj mbrëmje, le të ndjekim në fillim intervistat me dy prej drejtuesve të kësaj shoqate. Quhem Gramo Soxha, jam kryetari i ri i shoqatës shqiptarëve këtu në Kitchener Waterloo area, i sapo zgjedhur në tetorin e kaluar, edhe për 2 vjet me radhë do jem kryetari i kësaj shoqate. Është nder dhe kënaqësi. Trashëguam nga kryesitë e kaluara një punë të mirë, të lavdërueshme. Do mundohemi që këtë punë të lavdërueshme ta konsolidojmë dhe ta përshojmë më tej. Kemi rritur ndërgjegjësimin e komunitetit këtu, të njerëzve tanë, për rëndësinë që ka kjo, të jemi këtu të bashkuar, të mbajmë gjallë kulturën, rrenjët tona, gjuhën shqipe, të rikujtojmë festat tona, të mbajmë gjallë flamurin tonë. Është bërë goxha punë, jemi në progres për lidhje më të shtrirë, më të gjerë me aspektin politik, dhe gjuha shqipe ka marrë prioritet tek ne dhe forcimi i saj me elemente të rinj, kemi mësuese të re, shumë të talentuar tani. Sporti, ju falenderoj shumë për ardhjen tuaj pasqyrës shqiptare. Jemi mas e mirënjohës për rrugën që keni marrë këtu, edhe me dokumentuar mbrëmjen tonë, festën e pavarësisë Kosovës, 18 vjetorin, përkatësisht. Sporti, paraqitet ndoshta unë jam shkëlqen islami, vi nga qyteti Ferizaj, përndryshe jam që nga viti 99 këtu në Kanada. Është vërtet që kemi paksa një mungesë të rinisë në angazhimet tona. Gjërata parë që erdhëm këtu, na kishim gjithë një interes përbashkët. Edhe na afroi ajo mungesa atë dhejut, ndërsa fëmijët tonë kanë pak më probleme e perceptu atë mungesë të atë dhejut, sepse këta janë rrit këtu. Sadopak nuk është e njëjtë për ata sikur për neve. Po, gjithçka duhet me fillu nga familja. Ne duhet me ju ushqy ata me atë dashuri, gjuhën amtore me rujë si sytë e bollit, sepse është shumë lehtë me asimilu. Po kjo është një rast shumë i artë për neve, përmes këtyre shkollave shqipe që kemi këtu, me i aktivizu në aktivitete ndryshme, në qofshin ato sportive, kulturore, edukative e tjera. Një gjë që duhet me kuptu, edhe besoj ne duhet me fillu me kuptu që nuk mundemi komunitetet të mvaren vetëm nga mbrëmjet për 28 nëntor dhe 17 shkurt. Duhet me ju afru shkollës shqipe, duhet me afru me pyet çka mujë me dhon për komunitet. Nuk mund presim 2 festa vjetore për me ngrit komunitetin kom. Ashtu nuk bëhet. Kemi mundësi me bë gjëra të mëdha, me ngrit klube shqiptare gjithka, qofshin ato kulturore, sportive, pa marrë parasysh. Po ne duhet të afrohemi te grupi, edhe me secilin që don me afru këtu dera është e hapur. Dhe të sjellin ide të reja, ne jemi absolutisht hapur, besoj gamos për gjithkon që do të vi këtu, edhe të kontriboj. Por për qëllimet tona që duhet me arrit edhe për mi u qel rrugën e kulturës shqiptare e fëmijëve tonë për të ardhmen. Kemi një ekip të mirë, solid, njerëz të talentuar, njerëz me dëshirë të lartë për të shërbyer këtij komuniteti. Dhe edhe sonde mbrëmja e sotme, të gjithë pjesëtarët e komunitetit bën një punë të jashtëzakonshme për dekorimin dhe mbarvajtjen e kësaj mbrëmje. Kryesia jon e ndjen këtë komunitet dhe po bën të mirën e mundshme që të mbajnë gjallë çdo vlerë kombëtare, shqiptare në këtë vend të huaj ku jemi.
duam të ftojmë në skenë zotri Gramoz Hoxha për fjalimin e rastit. Me mbrëmba dhe mirë se ardhët. Bëhet zemra mal që u shoh ju këtu. U shoh sepse ju jeni më patriotët e vërtet. Nuk keni nevojë as për këngëtar të fuqishëm, edhe as për dreka të bukura, por qëndroni pranë nesh kur do erë në festat që kemi bërë. Me këtë prezencë sot, u tregoni fëmijëve tuaj që këtë flamur ta mbajmë lart kurdo herë. Faleminderit e të kalojmë bukur. I want to say how great it is to be here tonight. I attended last year's event, and seeing all the dancing and all the enjoyment brought back so many memories. I have a lot of family that is from Eastern Europe. My parents actually came when they were much younger and started their family here in Canada, the land of freedom and opportunity. Today is a special day because not only is it your celebration, but it's also National Flag Day for our Canadian flag. Across our community, celebrations like this bring people together. They remind us of the importance of family, tradition, and the strength that comes from community. The contributions of the Kosovo and Albanian community in business, culture, education, and community life help make our communities stronger and more vibrant every day. Independence Day is also a reminder of resilience, perseverance, and the value of freedom. It's inspiring to see how traditions are passed from one generation to the next, while new generations continue building strong futures here in Canada. I want to thank you tonight for welcoming here and sharing this very special event. It definitely means a lot to me. And I want to wish everyone a happy Kosovo Independence Day. And may the year ahead bring continued peace, prosperity, good health, success to you and your families. So I have here, and I apologize if I don't pronounce it correctly, Gazua Pavaresini. I'd also like to invite the President Gramos here. Thank you. I just want to give a letter of recognition for your Independence Day here. I think it's a very special event. Good evening, everybody. I just wanted to start by saying thank you for having me be a part of your celebration today, and happy Kosovo Independence Day. I just learned this evening, actually, from your amazing President Gramos, that Kosovo has an amazing, healthy, strong, free, democratic society today that you should all be very proud of to be a part of that community. And I wanted to also thank you for being a part of our community and being a strong, democratic, healthy society. You're an integral part of our community, and I'm deeply honored to be here with you this evening. I want to thank everybody for putting this together, all the volunteers, all the community members, huge integral part of making such a successful evening, and to President Gramos himself for putting this together for your community. Gezuar Paravicine. Thank you. Është një moment shumë emocional. Shoqata ka vendosur t'i nderoj 3 njerëz që me sakrificën e tyre kontribuan shumë për Kosovën dhe pavarësinë e saj. Po ne duam të ftojmë një person shumë special, një profesor, që t'i jep këto dhurata, e ai quhet profesor Fadil Berisha. E ftojmë në skenë, lutem. Është knatësi të jem para jush. Kemi kalu kohëna të shtira në historinë tonë të luftës, po për fat kemi pas njerëz që kanë qëndru në balë tonin. E kemi pas Ibrahim Rëgovën, e kemi pas Adem Jasharin, edhe pasaj UÇK-n, e cila definitivisht në ka shtliru prej okupatorit shekullor
në të cilën kemi jetu. Është ndezh për mu që sonte të ndaj në njohjet pjesëtarëve të UÇK-s. Faleminderit shumë. Profesor, ne do i ftojmë në skenë zotri Bardhyl Ferizi, zotri Faik Elshani dhe zotri Driton Qeriqi, ju lutem e jani në skenë këtu. Faleminderit shumë. Profesor, jep këtë milion e babu. E kam nderin ta pranoj këtë mirënjohje nga komuniteti shqiptaro-kanades. Ju faleminderoj shumë për pritjen gjithashtu ju dëshiroj mbrëmje të këndshme gëzuar festin tonë. Kemi edhe dy mirënjohje për antarët e ushtrisë tonë çlirimtare. Është mirënjohje për Driton Qeriqi dhe mirënjohje për Faik Elshani. Në momentin të cilën kemi rast të jemi së bashku, do t'ju ndërzohen këto mirënjohje. Faleminderit shumë. Shkolla Shqipe në Kyçiner ka dy mësueset mira, mësuesja Drita Berisha dhe Blerin Gashi. Kanë ndihmuar një student, një zemër të vogël, një shqiptar të mirë, që të lexojë një poezi nga Lipo Drimja, ajo poezia quhet Unë biri yt Kosovë. E ai loçka i vogël e kamin Lek Begolli. Lek. Unë biri yt Kosovë, të një dëshirat e heshtura, të një ëndrat, errat e fjetura me shekoj, të një vuajtjet, gëzimet, vdekjet, të një lindjet e bardha, caqet e tua të kulluara, ta di gjakon që të vlën në gji, dolgën kur të ranë të vetë pa gjumta, e të shpërthejdo si vulkan. Më mirë se kush do tjetër të një Kosovë, unë birjet. Lek, sa vjetë që je? Qka? Sa vjetë i ki? 10 vjetë i kam ane. U gëzof shu bosh 100 vjetë. Një dua tukitje për Lekin. Talent, vazhdojmë. Na stafi i shkollës Shqipe, me nxënës, kemi përgatitur me Leken një këngë për ushtrinë e UÇK-s, të i falenderu këta burra që ishin këtu, dhe të i përshëndet burra që janë në Hagë, që hala po përballen me padrejtësi. Ashtu që presim që të jenë sa ma shpejt të lirë edhe të kthehen në vendet e veta. Kjo është përshëndetja nga shkolla Shqipe për burrat që janë në Hagë. Inshallah dalin me faqe të bardhë. Kush lufton në ato male, është ushtria çlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i panëroje. Mbushën trenat për kufi, mbushën varet plot fëmi. Unë shikoj nënën dhe më thot, s'mund të qaj se s'kam as lot. Unë shikoj nënën dhe më thot,
s'mund të qaj se s'kam mas lot. Kush lufton në të male, ashtu shtria shlirimtare. Kush lufton për këto troje, kush Kosovës i baneroje. Bravo Leka, bravo, ma i miri, bravo. Aplaus për Lekën, ma e dorën Lekën. Shumë i mirë je. Edhe shumë mirë e ke thonë, mas mirë në botë. Që me Gjajin limon këtu, që vlau, okej? Faleminderit shumë, ka dale. Shkan këto male që buqasin, shkan këto neres që thërasin, shka Kosova që është thanë, shka Prishtina që këndan. Shka Shqipëria që valzon, qfar fest është kjo val, a mos është kjo festeral, Republik Kosova ju shpal. Me 17 shkurt 2008, Kosova shpalli parvasin e vetë, të gjithë shqiptarët në këmu quan për parvasin e dashur të gjithë luftuan. Kë gëzim i madhë në troje shqiptare, kur së shpar, vlëzër dhe motra festoni këtë ditë, se me shumal, sot e kemi prit. Ase këtë vrovit ishën gjallë, që me gjak e lonë këtu, për me gëzu së ne këtë ditë, Kosovë me bërë republik. Trim shqiptar Adem Jashare, qau bre burë, pre ativare, thërë të qanin e Drnicën, pre Zërenin e Metrovicën. Suhareken e Gjakoven, pejën e fush Kosovën, Shqiperin dhe Qamerin, thua i se sot ke një gëzim. Oj Kosovë, toka e bekuar, shumë zemrat e nenave, armiku ti ka lënduar. Blodhen trimat, nen Shqiponjen, toka ten Kosovë, më nder të mbrojen. Për liri Kosovë, trimavu prinin, i pari, hiroj legendar, Adam Gjeshari. Siri i trimav, kur nuk u trembë, që lirin të gëzoj ky vend. Flamuri i liris në ketok të levaloj dhe mbar Shqiptëria në bot, pambarësia tend le të gëzoj. Unë e vogël jam për një gjë e di, që në vendin e bukër tash ka përvasi. Çdo di Kosova për një ishë shtatë, zës të këstoj toka, tani me vetë. Bravo! Erdi
mbjellur me bura, shekujve të rënë përinë. Zgjohun jo dëshmor, gëzoni bashk me ne, sot atë dheu i lashti shqipeve feston ditën e re.
Gjane moje mira fare Good evening, everyone. My name is Bardish Chager. I'm the Member of Parliament for the riding of Waterloo. I've been with the community before. I've noticed some of the kids are eating the chocolates that are at the door, but I left them for everybody to grab one on the way out. So if you have kids or my kids, if they're on their second chocolate bar, that might be a little bit much for tonight, but do enjoy it. But happy Independence Day. Thank you for having me here, and thank you for instilling the culture within our young people. The language, the food, the people, the values. Don't stop doing that. Even tonight I was joking at the table that I wish I understood some of what was happening, but you can feel it and you know it's good and you can't just help but applaud. So happy Independence Day. Thank you for everything you contribute to our community. Truly honored and privileged to be able to work alongside you. And I have to give a shout out to my brother from another mother, Lejdi, who always lets me know when things are going on. You have an amazing community in Canada, especially here in the Waterloo region. And the ambassador, pretty impressive as well. So we need a trip to Albania and I want to come. So thank you so much. Keep well and safe. Sot në të tokë të largët nga dheu, por jo larg nga shpirti ynë, ne nuk jemi mbledhur vetëm për të festuar. Sot jemi këtu për të kujtuar, për të nderuar dhe për të dhënë betim se nuk do të harrojmë kurrë çmimin e lirisë. Çlirimi i Kosovës nuk erdhi nga qielli. Ai erdhi nga flakët e shtëpive të djegura, nga lotët e nënave, nga fëmijët të dëbuar, nga varreza pa emër dhe nga gjaku i bijve më të mirë t'i kombi. Kur bota hezitonte, kur padresia sundonte, kur gjysma e popullit shqiptar rrezikoi të zhduket nga trot e veta, atëherë u ngrit ushtria çlirimtare e Kosovës. UÇK-ja nuk ishte thjesht një informacion ushtarak. Ajo ishte ndërgjegje e zgjuar një populli, ishte pushka që folin në emër të atyre që nuk kishin zë. Ishte vendim historik për të mos vdekur në heshtje. Dhe në balë të asaj ndërgjegje qëndronte një emër që historia ka gdhendur me shkronjat e Gjaku dhe Lavdije, komandanti legjendar Adem Jashari. Ai nuk iku, ai nuk u fsheh, ai nuk kërkoi kompromis me robërinë. Ai zgjodhi që ndroje, të luftoje të bjerë, por jo të përkulet. Prekazi nuk ishte vetëm sakrificë, prekazi ishte themeli i shtetit Kosovës. Aty u shkrua mesazhi që u dëgjuan mbar botën, se shqiptarët nuk zhduken, se shqiptarët nuk dorëzohen, se shqiptarët dinë çdo të thotë liri. Si ish oficer i forcave të armatosur të Shqipërisë, e them sot me përgjegjësi morale dhe profesionale, lufta e UÇK-s ishte drejt, ishte domosdoshme dhe historike. Ishte luftë për ekzistencë, ishte luftë për dinjitet, ishte luftë që shpëtoi një popull nga zhdukja. Sot ne jetojmë mërgim, por nuk jemi popull pa rrënjë. Ne jemi trashëgimtarë të atyre që ranë, ne jemi zënë e historisë tonë. Detyra jonë këtu në Kanada është e shenjtë. Të mos e lejojmë kurrë shtrëmbrimin e së vërtetës, të mos e lëmë harresën të vrasë sakrificën. Dhe të mësojmë fëmijëve tanë se liria nuk është dhënë, por është fituar me gjak dëshmorës. Kosova është e lirë sepse dikush guzoi të thotë jo robërisë, sepse dikush mori armët kur nuk kishte më fjalë, sepse dikush ra që sot qëndrojmë drejt. Prandaj sot nuk përkulemi nga dhimbja, por qëndrojmë lart, drejt dhe krenar. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi ushtrisë çlirimtare të Kosovës, lavdi komandantit legjendar Adem Jashari, qofte afër dita ku amaneti i çlirimtarëve të parëve tanë për një Shqipëri etnike të bëhet realitet. Rroft Kosova lirë, rroft kombi shqiptar sot nesër gjithmonë. Faleminderit për vëmendjen tuaj gjithë. Shumë faleminderit. Gëzoj një respekt shumë të madh për komunitetin këtu në Kitchener, sepse gjithmonë më keni respektu, më keni hap derën edhe na keni prit me duar trokitjet për zemërta. Do kisha dashur me ju uru pavarësinë edhe e gëzofshim Kosovën e lirë. Është e rëndësishme mos me harru historinë në mënyrë që kurrë mos të përsëritet. Dhe gjëja më e rëndësishme është që brezave të ri mos të harrojnë t'ju lajmë trashëgimi gjuhën, që për mua është gjëja më e rëndësishme e një kombi.